Dhe industria ka dhe një problem tjetër pastaj. Që unë mendoj që jo çdo ignorant që ka hapur një derë shtëpi apo një derë vile apo ka përshtatur në mënyrë primitive meriton të bëj turizëm. 2 krevat si qeni aty, meriton të bëj turizëm. Jo. Ndalojmë pak tek metodat kontrolluese, a janë efektive? S'ka metodë kontrolluese. Në momentin që hyn shteti, do bëhet pis çdo proces. Sidomos shteti jonë. Tani, si ndodh kjo? Do thuash ti, si do t'i bëjmë? Sepse sidomos ti që je prirur të mendosh nga ligji, do mendosh shtetin dhe do thuash kush t'i kontrolloj, cili institucion do t'i kontrolloj. Po unë nuk jam për këtë. Unë jam që kjo do bëhet me tranzicion dhe tregu do t'i konsolidoj gjërat. Çdo industri do konsolidohet. Siç ka qenë në fillim në Shqipëri. E mban mend sa kompani letrash higjienike ka pasur në 98 nuk e mban mend, ka pasur disa kompani letrash higjienike shqiptare. 3 kanë qenë fier. Një ka pas emrin Apollon. Se tani mund ta përmend emrin për çënsi ka. Por nuk ngeli asnjë prej tyre. Pse se u konsolidua tregu. E mban mend që dikur ka pasur disa kompani telefonie celulare. Sot ka vetëm 2. Çfarë ndodhi? U konsolidua tregu. Duopol, monopol, kompani korruptive, çon si ka muhabet tjetër ai, por konsolidua tregu.